Në Pogradec ka nisur zyrtarisht nga puna qendra shëndetësore verore, e cila do të shërbejë qytetarëve dhe pushuesve gjatë gjithë sezonit turistik. Kjo strukturë do të jetë funksionale deri më 30 shtator, duke garantuar shërbim shëndetësor 24 orë në ditë çdo ditë të javës. Qendra është e pajisur me staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh, që do të jenë në gatishmëri të vazhdueshme për të ofruar ndihmë të menjëhershme. Në një pozicion tepër strategjik për të gjithë pushuesit, duke filluar nga data 1 qershor deri në 30 shtator. Atje do të jenë të pranishëm 2 mjek dhe 2 infermierë, të cilët do të japin shërbimin për gjithë personat dhe turistët që do të jenë në qytetin e Pogradecit. Paralelisht me qendrën shëndetësore verore, edhe njësia e promocionit do të kryej vizita falas si dhe këshillim për gjatë vijës liçenore. Njësia vendore kujdesit shëndetësor, ashtu si çdo vit, do të nxjerrë grupet e saj të punës të promocionit. Në bashkëpunim me qendrën verore, do të bëhet matja e tensionit arterial dhe matja e sheqerit në gjak për të gjithë personat dhe njëkohësisht do të shpërndahet i gjithë informacioni i domosdoshëm se si njerëzit duhet të ruhen nga të nxehtët. Qendra shëndetësore verore përbën një hallkë të rëndësishme të planit të masave për garantimin e shëndetit të qytetarëve gjatë sezonit turistik. Prania e kësaj strukture ndihmon në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies për të gjithë ata që zgjedhin Pogradecin si destinacion veror.